Tubimin e radhës elektoral, koalicioni vlen e mbajti në komunën e Bugovinës. Para banorëve të kësaj komune është prezantuar kandidati për kryetar të komunës së Bugovinës, Feti Abazi. Në fjalimin e tij, kandidati Feti Abazi dërgoi mesazh se ka ardhur koha që Bugovina t'i kthehet punës, zhvillimit dhe investimeve të mëdha. Ai më tej tha se me mbështetjen e qeverisë Vlen, komuna e Bugovinës do ta nisë mandatin me mbi 4 milion euro të miratuara që do të investohen në ujësjellës, rrugë, shkolla, salla sporti dhe 10 projekte konkrete. Ne do nisim mandatin ton me mbi 4 milion euro investime të miratuara nga qeveria, që priten të investohen në komunën tonë, duke nisur nga ujësjellësat, rrugët, objektet shkollore, sallat e sportit e shumë projekte tjera deri në fund mandatit. Programi jonë parashikon investime në mbi 20 milion euro në të gjithë vendbanimet e komunës sonë. Këto investime do të japin fund një herë për gjithmonë çështjeve bazike si uji për pije, por njëkohësisht do të na japin shansin që të investojmë edhe në turizëm, për krahje të rinisë e sportit, arsimit dhe kulturës, gradë dhe mërgatës. Pra, në një fjalë, programi jonë zhvillimor ka për synim të shndrojë komunën tonë në komunë të zhvilluar me infrastrukturë moderne. Krahas funksionarëve të lartë të koalicionit Vlen në tubimin në Bugovinë, të pranishmëve ju drejtua dhe Bilal Kasami. Ai shfaqi shpresë se me ardhjen në krye të komunës së Bugovinës, Feti Abazi do të realizojë një sër projektesh që nuk janë realizuar për 20 vite. Me 19 tetor, duke votuar për Fetin, ju do të votoni për një Bugovinë të zhvilluar. Një Bugovinë që do të ditë të përgatis projekte, një Bugovinë që do të ketë pa diskutim dhe pa rezervë për krajin e pushtetit qendror. Dhe unë besoj fuqishëm që ashtu si arritëm në Tetov, jo për 4 vite, për 1 vit të përkrahjes nga pushteti qendror, të realizojmë atë të cilën nuk u realizua për 20 vite më shumë. Edhe Bugovina me Fetin ju garantoj që shumë shpejt për 4 vite do të jetë komuna model rurale në këtë rast dhe unë besoj që me përkrajën e Fetit, sepse është ekspert i lëmis, është e mundur që Bugovina të jetë edhe komunë urbane. Sonte koalicioni Vlen mban tubim në Haraçin.